Maestra, jemi rikthyer edhe pas në blokun marketingu, e falenderojmë Prenën sepse e kemi pas prezent dhe për herë na ka sjell zërin e bukur, këngën e bukur, ashtu si edhe Gjela Duka, edhe shumë artistë të tjerë, edhe atë kolorit të jashtëzakonshëm tek veshja që e keni, që besoj që ka zgjuar emocionin tuaj në përplot kompozime mozaiku, ta quajmë kështu, regjisorial. Ju keni realizuar mbi 130 festivale folklorike në Shqipëri, Kosovë dhe troje tjera shqiptare. Çfarë kuptimi ka pas kjo për ju, kjo lidhje artistike në barë shqiptare? Fillimisht ka lidh regjia, regjia, dëgjoj. Në këtë podium, ti ke kaluar gjitha ngjyrat e të gjithë zonave shqiptare kanë ardhur tek ty. Syri jot ta ka parë, ta është ngasmuar syri jot në gjithë të kolorit që ka kaluar, në gjithë të talente që ka kaluar, është një pasuri që ti jeton me te. Jeton. Edhe kjo për herë ka mësu diçka. Edhe kjo ishte. Pas e dhun të probleme që duhen pa tjetër. Por, kur thua 130, kem kalu gjithë kostumet shqiptare, e të gjithë veçanësit e tyre, gjithë pasurin, duke filluar, unë nuk jam folklorist, po të shikosh Pologun, Macedonisë, atë është një pasuri folklorike e rrallë, kur kam parë rritet e dasmës ose rritet tjera, ata janë pjesë monumentale. Ne kujtojmë se e dim rritin e dasmës. I gjithme e dasma. Jo, ata janë komplet të veçantë, është një pasuri që ka dalë vonë. Edhe kam bërë Sharri këndon 9 vjetë. Sharri këndon? Po. 9 vjetë, 9 herë. Po. Edhe si prezentues, shpesh kam qenë dhe moderator. Përvojë shumë e veçantë, e bukur edhe emocionet veçantë. Strugën që janë 15 vjetë që kam bërë. Strugën 15 vjetë. Struga këndon. Kam bërë dhe në diaspor shumë, diaspor në këto ansambli që ka diaspora, edhe diçka është kur shikon fëmijët të veshur me kostume popullore, ndihesh edhe nëse ti je dru fare, ose nuk ta ndihen as si je shqiptar apo je, kur shikon ato fëmijë të veshur, që buzëqeshin, që i ndrisin syt, se si po duken atë kostum popullor, mrekulli. Aqë mos kanë si konkurimi. Folkus du të ketë konkurim. Po kur i shikon, janë në 10 shoqata me qindra në diaspor. Që bëjnë shumë punë. Që ngërthejnë vetë shumë artë. Tradit interesante. Naim bëjnë artë. Po kur shikon, unë kam vajtur të një grup vallë që bëjnë një dokumentara, kupton për... Se kam bërë disa dokumentarë në diasporën, por... Ju me Sadi keni bani edhe dokumentarë dhe për Agron Bajramin. Edhe për këtë maestro të Duar Trokas, sepse e filluan bashkë në Bajram Surin e Prishtinës. A ishte vallëtar, unë e këngëtar, edhe përgëzoj shumë për atë dokumentar. Kudo që ka shqiptar, sikur ke bërë festivale, e sikur ke qenë njëkohësisht edhe për krahas i madh. Goxha shumë, edhe mund, edhe djerës, goxha shumë edhe madhështi, e humanitet. Të thash, vajta në të një grup vallësh, 75% ishin të lindur në Zvicër. Edhe ata bënin prova për vallët, me kostumet, edhe ndjeshin krenar. Gjatë punës suaj në festivale folklorike, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në gjithë botën shqiptare, që ju ka bërë më shumë përshtypje nga artistët edhe nga publiku?
Janë të ngjashëm, dallojnë, mund të veçosh diçka? Ka zona, ka... Shiko, shqiptarët e duan traditën. Lere, ka grupe, por shqiptarët në përgjithësi e duan traditën. Nëse ti e shpalos artin tënd bukur, mirë, ata të ndjekin. Kështu që nuk jam atë parim që si ajo, shqiptarët e duan traditën. Dhe pasuria që kemi ne, qoftë në kostume, në muzikë, në element, është i pasuri, vërtet i pasuri e rrallë. Vërtet i pasuri e rrallë dhe në mënyra ndryshme. Ju sot keni me 10 ansamble që unë gjithmonë në Shqipëri i evidencoj. Ju keni me 10 ansamble shumë të mira. Shumë të mira. Me një disiplinë artistike për t'i patur zili. Për edhe kjo është pasuri. Në krejt këtë, e ke pas emocionin, e brenda këtij emocioni, misionin e asaj që arti i bashkon shpirtërisht shqiptarët, pavarësisht kufive, në mënyrë që një ditë kjo të realizohet tamam? Vetëm që i bashkon, por edhe si kur thuash që ti ndash, nuk i ndan dot. Nuk i ndan dot. Kostumi, po nisim nga kostumi, është pjesë e identitetit. Nga dallon një komb? Nga gjuha, nga kultura. Çka dëshmitari më besnik i historisë së çdo kombi është kultura, është valli dhe kënga. Pas shumë ti ke Grykën e Kaçaniku që e interpretuat. Pas shumë ajo dhe pjesë historisë ti ke të vërtet aty. Je nga smuar, apo jo? Ka një ngjarje, ka një histori. Kush i ka shkruar historitë e kombave? Kënga. Vallja. Nuk i ndan dot. Nëse thua kombi shqiptar, si mund ta ndash pa gjuhën shqipe? Ti edhe sikur ti je anti-shqiptar, i deklaruar, përsëri ti nuk largohesh dot. Sepse ti ke gjuhën, ti thuaj. Maestro, me që qenë kanë kaq të fuqishme, kultura, arti, kënga kjo, që bëhen në një gjuhë, që ndërtojnë krejt traditën edhe lëvizjes. Njeriu filloi me vallëzu, kur nuk arriti ta thot mjaftueshëm atë çfarë kishte për të thënë. Po ati bëjnë këta politikajt artist, valltar, këngëtar, ndoshta na bashkohen kështu? Ne do bashkojmë vetveten, nuk na bashkojmë do politikanë. Ndoshta arti do ta marrë iniciativën. Po kthejmë përsëri, çfarë do të thotë për ju personalisht Kosova sot si simbol i lirisë dhe identitetit shqiptar? Se ju kemi pa që keni realizuar projekte artistike që janë lidhur drejt për drejt me sensibilizimin e asaj që quhej thjesht përpjekje, rezistencë për lirinë Kosovë, para luftës flas. Në koncerte si recitator dhe si artist dhe si regjisor. Në Shqipëri, jo vetëm unë, nuk imagjinohesh dot që në një spektakël, po dhe në teatr, pa një tematik të ardhur nga Kosova, në të gjitha gjinitë e artit, të përfshirë. Jo për hipokrizi, ta imponon vetë qenja jote shqiptar dhe ka qenë prezent. A ka qenë më shumë të unë, aq mundësi sa kam patur, ka patur, normal. Dhe janë shumë aktivitete që janë të lidhura derisa arritëm sot. Emocionet veçanta absolutisht keni sjell me recitimet tuaja, me paraqitjet tuaja artistike anë kënd Evropës, atëherë kur ato koncerte u shndruan edhe në ndihmë për drejt për UÇK. Më pas edhe në gjithë botën shqiptare, edhe në Kosovë, edhe në ditët e festave të mëdha të pavarësisë, sepse ne në Kosovë i festojmë të dy pavarësitë. Edhe i festoni edhe me 28 nëntor, edhe me 17 shkurt. A do të kishim kënaqësinë që në vazhdim unë dhe spektatori, telespektatori, të gjithë, ti duhet të trokasim një
recitimit tuaj artistik që na sillni për çdo vit dhe sikur na jepni shumë emocion dhe shumë kurajo që të jemi edhe më shumë të vëdijshëm se kush jemi, sa jemi, çka jemi. Me kënaqësi patjetër, por para se sa shkojmë te kërkesa juaj. Kur kam konkuruar për dramaturgji, se kishte tregim, poezi, fabull, që du të paraqisjen në 7 materiale. Nga këto 4 kanë qenë të autorëve kosovar. 4 të autorëve kosovar. Që atëherë? Në vitin 1980-81? Jo, në 1981. 81. Kështu që, sepse, është Ali Podrimi, është Alim Gjakova, e tjerë, që edhe Ali Podrimi është edhe në poezinë për cilën... Po ta lëm skenën me shumë duar trokitje dhe do të rikthejmë prapë në bisedë me shumë duar trokitje. Mundet, maestro? Lesh Nikola, skena për ti. Gjohu, Kosovë. Gjohu, nana ime e dashur. Balli dhe emri im i shkelur. Apo i ndjen vajin tim. Apo e she, si të kam ngullur syt, mu në zemër, mu në shpirt, si të kam edhur duart rreth belit për të përqafuar unë ashtë yt. Zgjohu Kosovë. Sonte vetëm mbeta. Të gjithë pëndajnë. Qënë të gjurëm gjaku që po shtohen në përfytyrën tënde. Këto varre morana që po sjellën rreth shtëpisime. Zgjohu Kosovë. Zgjohu nana ime e dashur. Zgjohu oj. Sonte vetëm mbeta. E ndert konakut askush s'po më troket. Askush më. Po mirë, thua, vdekur jam, e harruar në të troje, e suka gjaku. Thua ma shkimur isja, e mbyllur dera e konakut. Zgjohu Kosovë. Plak e hershme e ashti tim pëlsitur. Bota në tylet kallet. Thonë, të midis njeriut dhe gurit, dorimin më të madh e pati guri. Por kur luftëtari u varrosi gjallë, e kur Haga po më dënon lirin, dhe guri më i vjetër u shpua, me ke je, ti, Europë e liris, me vdekjen, apo me mua? A e ke pyetur veten ndonjëherë moj Europë? Po të vite shkjau, të bëndë në Londër në grop, një laqë të vetme. Të di që në Rom, a Paris, do rrje ti pa e qarë qjeli për vitis? Europë, moj bukuri e vetës tënde. Mos shikon vetëm me sy, shikon një herë me zemër. Kosova, por më kohë. Peshojeni mirë këtë emër, peshojeni mirë këto varre, kërkojnë hakmarrje, po! Hakmarrje. Hakmarrjen unë nuk e njihja. Ma mësove ti, si qene njëri, kur me vrave kraj fëmi, kur dasmës mi hoqe flamurin, e qyqe mi le nuset e reja, kur këngën më ndale mbi djepa, e një popull më përzure nga shtëpia. Janë mëkate të rënda drushe ku t'i qojnë, ti me lypen derin para se mejdanin, as të nesmit e lavdishëm, as të djeshmit s'na i pranojnë. Kulla e liris i kam bëllur kangjëllat.
Dhe një fuqi baroti ka të dera. Dhe një frëngji është lënë e hapur. Andej, nga vjen ti, Zezani Dragan, ti e nisur të ka jo frëngji, me bindjen se është e vogël. Ani, e vogël e tukët. Del aty një sy, dhe në qëllofti aty dalin 2. Në qëllosh për sëri aty dalin 4, dora të thafë. Aty dalin 400, 4000, e kur si vredot, sepse ata ishin, janë e do të jenë gjithmonë aty, si vala të lumi, si lisi të toka, si flamuri i bardh, mbi kryet e nusit. Ti mund të shembësh një konak, mund të shkërbosh një krahin, mund të dënosh lirin në Hagë, mund të dënosh të rënët edhe të gjallët, por një Kosovë të tërë nuk e dënon dot. A mund të shemet vallë një kështjellë qëllimtarësh që në themel s'ka gur, por zemra kosovarësh? Jo! Kur? Kosova gjallon? Kosova jeton? Kosova është e lirë? Kosova është e pavarur? Kosova ka herojt e saj? Kosova është e jotë.